Jam në shkëmbin e Kavajës, aty ku ndodhet rrjeti më i madh i hotelerive shqiptare, Grand Blue Fafa. Ky është resorti i parë i cili ka sjell konceptin all inclusive, pra të gjitha të përfshira. Për të njohur më shumë ambientet e Grand Blue Fafa dhe për të na treguar më shumë për të, do takoj menjëherë me pronarin e tij, zotin Fatos Serenishti. Zoti Fatos, përshëndetje. Është një kënaqësi t'ju kem juve këtu dhe kemi një bisedë shumë të këndshme, besoj. Mirë se erdhe dhe unë shumë i nderuar që kam një televizion kaq prestigjioz sa ju që të jap një intervistë. Shumë faleminderit. E thash dhe më përpara që Fafa Resort është një ndër të parë që ka sjell konceptin all inclusive në Shqipëri. Por sigurisht që si çdo biznes mendoj që ka pasur vështirësitë e veta gjatë zhvillimit të tij. Si ka evoluar Fafa Resort gjatë themelimit, që nga themelimi? Historia e Fafa Resort është goxha e gjatë. Para 27 vjetësh, në 96-ën, ne kemi krijuar Fafa, kompaninë Fafa SHPK e quajtur atëherë, duke ndërtuar një pikë karburanti i shitjes me pakicë dhe një supermarket që ka qenë leje e parë e Fafa Resort, por ku bashkë themelues i kompanisë Fafa ka qenë baba im dhe unë bashkërisht gjithmonë nuk jam ndarë dhe jam ushqyer me dëshirë për biznes. Dëshira për bërë biznes do të thoja është më hershme dhe para vitit 90, pasi baba im ka qenë mjeshtër në punimin e drurit, ka dhënë mbi 25 vjet mësim në shkollën 8 vjeçare që ka qenë atëherë të Poliçanit dhe me parimet e biznesit jam rritur në një farë mënyrë pavarësisht se pamundësia për të bërë biznes në atë kohë ka qenë e padiskutueshme dhe do të vinin vitet pas 90-s, do të thonë, dhe prandaj që nga 90 deri në 96 bashkërisht kemi ngritur disa herë, do kemi pas dëshirë të brendshme për të pas biznesin tonë dhe siç thash, para 27 vjetësh ne kemi realizuar atë në qytetin e Kamzës, ku kemi biznesin tonë të parë. Për sa i përket turizmit, do të vinë në vitin 2001, pasi gjithë shqiptarët pas vitit 90 u bën turist, dhe unë isha një nga ata, bashkë me familjen kemi shtitur në Greqi, Itali, po kryesisht në Turqi, dhe gjithmonë kisha dëshirë përse mos ketë dhe Shqipëria, domethënë hotele të këtyre nivele ose të një niveli më modest. Dhe 2001 ishin qeveria së kohe, 2001-2003 do qeveria së kohe nxori një statusin e personit të stimuluar për të zhvilluar zona bregdetare, edhe unë përfitova nga kjo nga ana ligjore dhe u instalova në malin e Robit Golem, Kavaj, ku dhe ndërtova strukturat e para hoteliere, të cilët më vonë ato u rishitën, domethënë, edhe në 2007 kam bërë hotelin tim të parë që është Fafa Premium, por edhe pse u ndërtua Fafa Premium ishte pamundur për shkak sepse kërkesat dhe kultura jonë për turizm ishte shumë modeste dhe do të vinë në vitin 2013-2014 kur tur operatorët e parë europian na stimuluan ne për të bërë struktura të mirëfillta hoteliere dhe ka qenë Fafa Mel Holiday, struktura e parë e cilën unë fillimisht e kisha nisur për apartamente për ta shitur, por në bazë kërkesave të shumta që patin atë kohë nga tur operatorët europian, e ktheva nga pallat banimi, e ktheva në hotel. Ishte hoteli i parë, ishte hoteli me 96 dhoma, atëherë na duke shudi e madhe, por sot domethënë Fafa është bërë një kompani, është bërë një grup hotelesh, domethënë është Fafa Group, ku ka 5 hotele aktualisht, domethënë, por atëherë ishte thashë ky është fillimi, po flasim për 2013-2014. Janë vitet e caktuara ku sigurisht që 96 dhoma në atë periudhë nuk ishte gjë e vogël. Për mentalitetin tonë. Por tani e kuptojmë që ky lloj biznesi ka evoluar, ka të tjera kërkesa. Në 2015 filloi Fafa Premium. Mbaj mend që kompanitë jo vetëm që kishin interes për të na vizituar, domethënë bregdetin shqiptar, por na dhanë dhe sipas rregullave të tyre na dhanë dhe një paradhënie që ishte një çudi e madhe, thoshim si ka mundësi, ne ishim mësuar
me atë turizmin lokal, patriotik, do të thonë edhe deri aty ishim, do të thonë që dhe nuk e dini si ndodhte kjo. Jo se ishte një shumë e konsiderueshme, më mend që ishte 100.000 euro, do të thonë dham para pagimit, ata thash po 100.000 euro pati efekt jashtëzakonshëm sepse më tha mua Fatos, kjo është një punë e garantuar, do të thonë ishte garancia që jepnin ata që do kishte vazhdimsi. Kjo na ngrofi patjetër që ishte një gjë ju bën që keni më shumë shpresa për të zhvilluar. Ishte një gjë shumë pozitive se me 100.000 euro nuk bëheshin edhe 10 tualete, por ideja ishte që thash edhe një herë, besimi që kjo punë do kishte vazhdimsi, ka filluar që në 2014 thash, te Fafa Premium në 2015 dhe pastaj vazhduan Grand Blue Fafa, Aqua Fafa, janë dhe Fafa Beach, domethënë që është struktura edhe më parë Mel Holiday. Ka qenë një evolim në industrinë e turizmit. Unë mendoj që kapa ritmin dhe për një periudhë shumë të shkurtër, gati nuk është po flasim për një periudhë 10-12 vjeçare, do të thënë hoteleria ka marrë këtë zhvillim që ka marrë. Ne sot flasim për 7 milion, 8 milion turistë që vizitojnë Shqipërinë, që është një gjë e pa imagjinueshme para 10-12 vjetësh. Ka ndodhur, ka kërkesa të vazhdueshme, do të thënë, për këtë lloj industrie. Siç e dim që deti, rëra, bukurinë natyrore kanë qenë këtu para mijëra vjetësh dhe nuk janë shfrytzuar. Do të vinin ky 10 vjeçari i fundit që turizmi të merrte atë vlerë dhe atë rëndësi që ka, sepse ne e kuptuam shumë herë që të bësh diçka që ne dim që ti jesh i suksesshëm, nuk do të thosh që të ndërrohesh për suksesin. Edhe paluaj logjistik, por do të punosh, do të kalosh vështirësi të pamundura, do të kesh mbështetje, do të kesh partner serioz, dhe unë për fatin tim të mirë, domethënë, jam rrethuar nga njerëz të cilët më kanë mbështetur, më kanë qelluar se është dhe me fat, domethënë kanë qelluar njerëz shumë pozitiv, të cilët i kam miq prej vitesh nga fillimi i këtij aktiviteti deri tani, vazhdoj t'i kem dhe mendoj që janë një vlerë në historikun e Fafës, ata do ngelen njerëz shumë të rëndësishëm, pasi fal tyre unë jam këtu ku jam, domethënë sigurisht fal punës që kemi bërë vetë, por dhe fal tyre jemi në këtë stad që jemi aktualisht. Patjetër. Dhe me sa dëgjova, ka qenë që në fillim së bashku me babain tuaj, pra ju e keni pasur një farë, po themi një farë trashëgimie që po trashëgoj atë që babai im ka nisur, po një farë dëshire edhe ju vetë, kur e keni nisur zhvillimin e Fafës. Patjetër, domethënë, çdo etapë ka pasur atë të vetën, domethënë, formimi im mendoj që ka qenë në mënyrë të hap pas hapi, gradualisht, jo me njëherë. Thashë, me parimet e biznesit jam rritur sepse e shifja që në vogli që babai im ishte një mjesht i punimit drurit dhe nuk arrinte domethënë ta ushtronte profesionin e vet. Unë e quaj një fat të madh dhe një mundësi shumë të madhe që më dha që pas viteve 90 atë që se bëri ai ta bënin të dy bashkarisht. Dhe sigurisht që ka marrë bekimet e tij pafund, bekimet e nënës time pafund, domethënë që unë jam këtu ku jam, sepse nuk flasim tani ku bankat kanë një interes goxha të shtuar për të investuar në turizëm. Deri në vitin 2016 ishte shumë vështirë për të na mbështetur dhe bankat në nivelit dytë. Nuk e konsideronin turizmin as ata që ishin profesionistë, domethënë të bizneseve, nuk e konsideronin turizmin si një biznes fitimprurës, ndërsa tani jemi këtu ku jemi, bankat domethënë janë të gatshme të na investojnë, ashtu siç na kanë investuar që me vështirësi në fillimet tona, kurse tani domethënë na sillen projektin dhe kemi të sigurt investimin, mbështetjen e bankave shqiptare. Kështu që edhe ata kanë qenë një partner shumë i rëndësishëm, që pa ato nuk do të isha unë këtu ku jam, sepse thash edhe industria ishte industria e turizmit, ishte një gjë që e pa provuar në Shqipëri. Ai biznesi patriotik që kishim ne për turizmin ishte minimale, nuk mund të mbijetoje. Mund t'i kishim struktura, thash, nga 2005 e ka filluar Fafa Premium dhe kanë vënë punë në 2015, dhe domethënë shumë vite ai ka dendur ashtu si strukturë e pa vënë punë sepse nuk kishte asnjë lloj interesi që kur kalkulonin për bënin plan biznesi nuk na dilte lek, domethënë vetëm do të linim lek, kështu që do të vinin ato vitet 2013-14 që të fillonte ky lloj biznesi. Thash që unë e quaj vetëm me fat që u fokusova te ky lloj biznesi, te ky lloj industrie. Edhe sot që kemi një kërkesë të shtuar,
të interesit të kompanive europiane për strukturat tona, du t'i themi që në Shqipëri, jo vetëm Fafa, po thuajse të gjithë strukturat që janë bërë në 10 vjeçarin e fundit, po sidomos 7-8 vitet e fundit, janë struktura mbreslënëse, qoftë në arkitekturë, qoftë në komoditetin, domethënë që afrojnë, po edhe shërbimet, por edhe janë të një niveli bashkohor kur janë të gatshme të presin çdo lloj turisti europian. Domethënë, industria është e gatshme të presi çdo lloj shtrese shoqërore europiane, kombëtare, rajonale, të gjithë. Shikojmë dhe sot ja ku jemi në këtë ambient që është sigurisht shumë evropian. Sigurisht, domethënë që kurse 2023, siç e dim, ka qenë nga vitet më të mira të turizmit shqiptar. Për fatin tonë të mirë, domethënë u bë goxha marketing, ku nuk munguan njerëz të shquar të biznesit, të artit, të kulturës, të cilët i bën promovimin e Shqipërisë, që është shumë e rëndësishme, sepse ne mendojmë që njerëzit, nëse nuk filloj biznesi, ka përveç faqeve të internetit ku njerëzit shkruajnë, kanë edhe ky është lloj biznesi që kalojnë gojë më gojë, është shumë e rëndësishme domethënë njerëz se mund të vinë shumë, por nëse nuk janë brenda pritshmërisë së tyre, e kanë shumë të vështirë të rikthehen dhe do japin opinione shumë negative, sepse nëse është krijuar gjithë kjo punë e madhe, domethënë Shqipëria është po bëhet një destinacion i pëlqyeshëm për europianët, nëse ata turistët nuk do të marrin ato shërbim që ata brenda pritshmërisë së tyre, mund ta kthehen në bumerang, mund mos ta vinë më. Vinë, provuan, nuk gjetën atë që mendonin dhe nuk kthehen më. Plus që na marketojnë shumë keq, kështu që duhet jemi shumë të vëmendshëm, çdo turist, domethënë ka atë vlerën e vet. Të gjithë ne po përpiqemi domethënë se mos ta fokusojmë biznesi vetëm në muajin korrik dhe në muajin ngusht, por ta shtrim sezonin, ta shtrim nga fillimi i majit deri në mesin e tetorit. Ne tani jemi në 2 tetor dhe e shohim që qeshia mbitor, do të thosha unë, është prania zhvillimi brenda Grand Blue Fafës i kampionatit evropian të shahut. Kjo është Champions Liga e shahut evropian, janë të pranishëm mbi 30 kampion bote dhe kampioni aktual i botës është po të këto ambientet e Fafës, ku është ditë e tretë dhe janë të kënaqur, por dhe nuk e mendonin që në Shqipëri kishte struktura të tilla ku mund të akomodohen 1000 persona, ku ka salla për të zhvilluar aktivitet mbi 800 persona. Salla do kemi gati 3000 metra katror salla i kemi vendosur në dispozicion të kampionatit evropian të shahut, dhe thash që as nga takimet që bëj me përfaqësuesit e kampionatit evropian të shahut, nuk e imagjinonim dot, mendonin se do ishte një dështim, por fakti që po kalon në normalitet dhe janë shumë të kënaqur, mua më bën të ndihem shumë krenar pasi kam bërë investimin e duhur në turizëm dhe jam shumë krenar për këtë që kam arritur. Cilat janë shërbimet dhe aktivitetet kryesore që ofron Grand Blue Fafa për gjithë turistët dhe sigurisht shqiptarët që e vizitojnë? Thashë, turizmi është në rrugën e mbar aktualisht. Them se nuk ka kthim brapa ky lloj biznesi, kjo lloj industri është një industri që hotelierët në radhë parë po e kuptojnë që rritja e shërbimeve do të na bëjë të mundur ne që të mbijetojmë, do na bëjë që të kemi dhe më shumë punë vit pas viti, të rrisim dhe cilësinë e turistëve që vijnë, sepse aktualisht turistët janë të një niveli mesatar e poshtë, por duke rritur shërbimet, mendoj që shumë shpejt pas 3-4 vitesh do jemi në një standard tjetër, sepse duke rritur standardin e hotelerisë, duke rritur standardin e shërbimeve, ne do të mund të arrijmë që të marrim turist jo elitar, sepse këto janë zona masive, Durrësi sidomos, por do vinë turistë të cilët të shpenzojnë më shumë, turistë të një niveli tjetër, të cilët duan facilitete të tjera. Aktualisht Fafa përveç akomodimit dhe shërbimit që mendojmë që jemi mbi nivelin mesatar, ka jo një SPA, po ka 2 SPA, një për çifte dhe një për
plus 18 dhe një për familjar, do të thënë do i ndajnë pasi vitet e mëparshme kemi pasur një shtim ose një pare hati, do të thënë që të spaja aktuale, sepse ishe një flukë, kishe fëmijë dhe të rritur bashkë, kurse në fillim në 15 tetor do bëhet inaugurimi një spas tjetër që do jetë dedikuar vetëm për familjar. Do të ndaj. Kemi po risi për 2023 do kemi Miles përballë, kemi një sallë, kemi lidhur një kontratë me një kompani europiane për të sjell lojra për fëmijë me xhitona, që është risi për si vjetë, do të thënë mbas përfundimit të kampionatit evropian të shahut, do jetë gati në datën 12, do të thënë sa do jetë gati, do jetë një risi që fëmijët kur të vinë të pushojnë pranë strukturave tona, të kenë një mundësi tjetër argëtimi. Kids Clubin po e kemi për herë, kurse natyrën si shtam, do të thënë breakdeti, natyra, edhe është një gjë super, do të thënë ne ka falë Zoti, kështu që mendoj që fundjavat e Fafa janë shumë të këndshme. Ne thash kemi një eksperiencë, kemi një staf profesionist, çdo të thoshë tani, sidomos bërthamën që mbajmë mbas sezonit, se nëse sezon kemi 500 punojës të cilët nuk kanë nivelin e duhur për sa i përket shërbimit, në fund sezonit dhe deri në fillim sezonit tjetër, mbajmë një bërthamë rreth 150 punojës të cilët janë profesionistë, kështu që shërbimi do jetë në një nivel më të lartë jashtë sezonit turistik. Shpresojmë një gjë që duhet të theksojmë që edhe çmimet për jashtë sezonit do jenë gati 65% më lirë se sa në sezon, kështu që kush dëshiron të frekuentoj hotelet Fafa, është i mirë pritur, të gjitha këto që themi, thash, ne çdo vit përmirësohemi dhe kjo është pozitive që nëse ka ardhur dikush vitin tjetër, se do gjej një shërbim më të mirë, do gjej disa facilitete të cilët nuk kanë qenë vitin tjetër, kështu që janë të mirëpritur shqiptarët e Shqipërisë, të rajonit, të huaj, kush doj, domethënë, thash, gëzimi më i madh i mbyllje e këtij sezoni ishte kampionati evropian i shahut, domethënë që ishte thash edhe një herë siç e shija mbi tort, ne nuk e mendonim domethënë që do kishte kaq shumë pjesëmarrje, kështu që fakti që dim të përballojmë flukse mbi 1000 e ca persona, domethënë nuk e kemi problem që të marrin shërbimin e duhur çdo pushues që do të vi në fundjavë apo gjatë gjithë periudhës jashtë sezonit turistik. Shpresojmë që Fafa të ketë vetëm sukses dhe të fillojë gjithmonë të jetë drejt zhvillimit sa më të lartë. Që të kemi një Shqipëri edhe më të zhvilluar nga ana e hotelerive, edhe nuk e di, është e mrekullueshme kjo pjesa që ju po thoni që vin vetëm drejt zhvillimit nga një vit në vitin tjetër. Kështu që më duket që Fafa do ketë vetëm suksese. Falenderoj, unë dua që është biznes që nëse bizneset e tjera, industritë e tjera kanë konkurrencë, turizmi nuk ka konkurrencë, sa më shumë hotelet të bukura të bëhen, domethënë në destinacionin siç është Durrës Kavaja, aq më mirë është, domethënë sepse janë me miliarda njerëz në botë që qarkullojnë, që bëjnë pushime, kështu që uroj që jo vetëm Fafa, po të gjithë hotelet e Bregdetit shqiptar të rrisin shërbimet, të rrisin facilitetet dhe jo vetëm në sezon, po dhe jashtë sezonit të kenë punë pafund, sepse Shqipëria e meriton, jemi në tetor dhe një kohë e mrekullueshme, temperaturat mbi 20 gradë, domethënë siç e shihni të gjithë të bëjmë plazh. Kështu që uroj jo vetëm Fafës, po të gjithë industrisë së turizmit të kenë fat, të rrisin shërbimet, asnjëherë mos të humbasin asnjë sekondë, domethënë mendojnë që kemi arritur kulmin, ne jemi gjithmonë, domethënë në rritje e sipër, kështu që edhe një herë ju falenderoj ju që më dhat mundësinë në televizionin tuaj që të jap këtë intervistë. Në rregull miq, ne do të ndjekim pak publicitet për të rikthyer përsëri dhe për të marrë disa informacione të tjera mbi Fafën. Jemi rikthyer nga publiciteti dhe jemi gati për të njohur me dy vajzat influencer të përzgjedhura nga agjencia Reach Me dhe më pas të kalojmë përsëri në një bisedë me zotin Fatos.
Përshëndetje, unë jam Gjanina, jam 26 vjeç. Unë jam një fotomodele, kam marrë pjesë në disa konkurse bukurie, me disa çmime të ndryshme që kam fituar aty. Gjithashtu jam edhe një influencer prej 2 vitesh, ku unë në Instagramin tim reklamoj dhe influencoj ndjekësit e mi për gjërat ose vendet ku unë shkoj. Si për shembull, sot jemi tek Fafa Resort edhe do shohim më tepër se çfarë përmban ky ambient. Përshëndetje, unë jam Dea Asani, 25 vjeçe. Kam mbaruar studimet për juridik dhe prej 2 vite gjysmë ushtroj profesionin si influencer. Me anë të rrjeteve të mia sociale, sidomos Instagrami që e kam në të përdorshëm, mundohem që ndjekësit e mi të informoj për vendet e bukura ku unë shkoj, bizneset që mund të reklamoj apo produktet më të mira. Sot kam ardhur tek Fafa Resort. Është nga resortet e mi më të preferuar, sepse këtu kam qëndruar për javë të gjitha duke xhiruar provat e Miss Universit ku unë kam marrë pjesë. Është nga resortet e mi të preferuar, sepse Fafa Resort ka një shërbim të përsosur, një staf të kualifikuar dhe një vend shumë të bukur. Eja me mua që ta ndjekim. Do t'i lëm kohën e tyre për të bërë materialet promovuese, ndërkohë që ne do të vazhdojmë me intervistën. Zoti Fatos, dua t'ju pyes se sa dhoma të akomodimit ka resorti dhe çfarë ofrojnë ato? Resorti Grand Blue Fafa ka 350 dhoma. Është, mund të akomodohen për një herë, do të thënë, gati 1000 persona. Resorti është, thash fillimisht, është resorti i mirë fill, sepse që në ndërtim, arkitektët e kanë bërë për të përshtatur këtij lloji shërbimi, sepse nuk është një godinë e vetme, por është një godinë që duhet të jetë në harmoni me të gjithë facilitetet që afron hoteli. Kështu që është një funksionon shumë mirë, sepse është shumë e rëndësishme, thash edhe një herë, mënyra e ndërtimit dhe se si do të qarkullojnë turistët gjatë gjithë ditës, sepse kemi është një aktivitet që është gati mbi 20 orë, do të thonë që është aktivitet fillon që në mëngjes herë, do të thonë dhe mbyllet në orën 2 të natës, sepse njerëzit kanë ardhur për pushime, ne dimë sa të rëndësishme janë pushimet. Është një punë 1 vjeçare për të kryer disa pushime të rashme dhe ne nuk kemi të drejtë, do të thonë që të prishim njerëzit atë kënaqësinë e të bërit pushime, kështu që e kemi kuptuar shumë mirë thelbin e kësaj gjë dhe thash përmirësohemi çdo ditë, çdo vit pas viti. Klientët argëtohen fort, do të thonë sepse ky është një resort familjar. Dhe për këtë arsye, do të thonë, ne kemi animatorë të cilët kompanitë e huaja me të cilët ne bashkëpunojmë, si janë animatorët e tyre, por kemi dhe animatorë shqiptar, animatorët të cilët bëjnë gjatë ditës kryejnë aktivitete nëpër pishina, bëjnë yoga, në darkë, do të thonë, bëjnë animacioni, do të thonë, mbas ushqimit të darkës, do të thonë, bëjnë përsëri animacion. Kemi Kids Clubin i cili është hapur edhe nga mëngjesi deri në orën 8 të darkës. Këto futen në programin argëtues të fëmijëve. Të argëtuese. Për fatin tonë, do të thonë, ne kemi një rërë të mrekullueshme, është nga pjesët më të gjera, do të thonë, të rërës së Gjirit të Durrësit, që kemi, do të thonë, këtu, kështu që mendoj që turisti merr ato shërbimet që ai dëshiron. Shqipëria ka një klimë të mrekullueshme që e vlerësojnë njerëzit zakonisht shumë dhe kjo dhe është një nga arsyet që kërkesat për hotelerin shqiptare vit pas viti kanë ardhur në rritje. Fafa Resort ka gjithashtu edhe plazhin privat. Cilat janë shërbimet e disponueshme që ka pjesa e plazhit? Plazhi privat është brenda paketës all inclusive, është i përfshirë në çmim, nuk është se ka në një çmim ekstra, ashtu si edhe spa-ja dhe të tjerët janë të përfshirë brenda çmimit që ofron hoteli. Në plazh kryejmë aktivitete të ndryshme, bëjmë muzikë, organizojmë në darkë dhe muzikë live të beach bari që e kemi buzë shëtitores. Muzikë live organizojmë edhe brenda resortit. Janë këngëtarë të mirë njohur, do thosha unë, janë këngëtarë të cilët
pëlqen shumë nga turistët dhe kemi vlerësime shumë pozitive për sa i përket pjesës argëtuese. Jo se kemi arritur, Fafa është duke menduar që një nga pikat e dobta është dhe pjesa e pishinave, po zgjerohet në pjesën nga mbrapa, po bën dhe 2 pishina të tjera të cilët do ta Sa pishina ka deri më tani? Aktualisht kemi 3 pishina, do të bëhet edhe një pishinë brenda 2024-s, e cila do na ndihmojë, do i lehtësoj sepse ka një ndyndje të njerëzve, sepse shumica e europiane pëlqejnë plazhin dhe ne për fat mirë thash e kemi të mrekullueshëm. Por ka dhe njerëz të cilët duan të rrinë pranë pishinave, kështu që vitin 2024 do ketë dhe një pishinë plus, domethënë me përmasa mbi 700 metra katror, kështu që do ta zgjidhin dhe 700 metra katror pjesë ujore. Kështu që mendoj që do ta zgjidhin dhe problemin që të dyndjes që kemi gjatë sezonit turistik. Thash që është një lloj biznesi që çdo ditë do ta vrasim mendjen për të rritur facilitetet, mundësitë e argëtimit të turistëve, sepse thashë një turist i kënaqur sjell 10 turistë tjerë vitin tjetër, sepse është jo vetëm marketingu, por edhe njerëzit lexojnë, domethënë një review pozitive na bën ne që të themi që jemi në rrugë të mbarë. Ne reagojmë shumë ndaj reviewve negative, sepse ka dhe njerëz pa kënaqur, ose dikush që vjen që në fillim me atë ide që ai turist nuk kënaqet kurrë, ja afroj çfarë duash. Por thash, jemi brenda pritshmërisë së turistëve. Ne i kemi thënë vetes që nuk do ndalojmë as një sekond, domethënë duke u përmirësuar, dhe mendoj që fakti që ne nuk jemi ende të kënaqur, nuk kemi arritur akoma atje ku dëshirojmë, tregon se kemi shumë punë për të bërë dhe shumë shërbime të cilët duhet i rrisim vit pas viti. Dhe një ambient tjetër tepër i rëndësishëm, besoj për gjithë turistët, është edhe restoranti. Restoranti, kemi restorantin all inclusive, ku unë pretendoj që jam, e them me krenari dhe jam i bindur që është nga shërbimi all inclusive është nga më të mirë në Shqipëri. Pastaj kam dhe shërbimin edhe restorantin a la carta, i cili punon shumë mirë. Kemi mjeshtër, kemi shefin e kuzhinës, është një personi i cili ka punuar me vite mbi 15 vjet në Itali, është bashkëngjitur stafi ton, ka eksperiencën e tij, besoj që do të arrisim nivel tjetër edhe shërbimin e restorantit a la carta. Do të themi për klientët, sidomos shqiptarët, domethënë janë çmime normale, sepse duke qenë në resort që të trëmbë çik, edhe nuk kam mendojnë që çmimet janë të shtrenjta, absolutisht, po i them që nuk janë fare të shtrenjta, janë normale si gjithë Bregdetin e Durrësit. Po thash, avantazhi jonë është që kemi një guzhinier, kuzhinë i cili është në krye të punëve, thash ka një eksperiencë shumë të gjatë në vendet perëndimore Itali. Edhe do të sjellë një lloj tjetër, domethënë, po jemi duke ndryshuar menu dhe Shimet që janë në menu kryesisht janë shqiptare, tradicionale. Tradicionale, mesdhetare, domethënë shqiptare, domethënë kemi një kuzhinë italiane domethënë më shumë. Thash që vera ka kaluar goxha mirë, pretendojmë që edhe jashtë sezonit restoranti të punojë, pasi kemi çmime shumë të mirë, si domethënë me çfarë shohim domethënë me vendet e tjera europiane, sepse ne thashë ne nuk mund të konkurrojmë, ne për fatin tonë të mirë, konkurrentët tanë janë shumë të fortë. Ti ke rrethohesh nga turizmi, nuk krahasohesh me turizmin e Greqisë, italianët, kroatët, po edhe malazezët, domethënë janë në nivel me një eksperiencë shumë herë më të gjatë se ne, por turizmi ka marrë atë drejtimin e dur dhe them që shumë shpejt do jemi konkurrent dinjitoz, jo kështu si kur, por me gjithmonë strukturat hoteliere shqiptare janë të një niveli shumë të lartë, sepse janë struktura të reja, janë struktura që bëhen me hotelierët janë njerëz pasionant, duan këtë punë nga kontaktet që kam unë, kështu që themi që jemi në rrugë të mbarë, edhe me që është edhe fundi i misionit, dhe uroj të gjithëve sukses, qofshin të bekuar, ju shpërbleft gjitha i mund dhe djerës, gjitha sakrificë që kanë bërë për ta sjellë turizmin në këto nivele që kanë. Shpresojmë shumë, sepse edhe Shqipëria është një vend tepër i bukur,
dhe nuk duhet ta humbasi këtë bukuri natyrore apo çfarëdo lloj gjëje që edhe ne vetë po përpiqemi që t'ja ofrojmë për gjithë huajt që Shqipëria mos të humbas. Morëm shumë informacione rreth Grand Blue Fafa Resort, ne do të ndjekim pak publicitet. Ato tashmë kanë mbaruar dhe tani ju ftoj të ndjekim materialin e vajzës së parë influencer. Tani është koha për të ndjekur materialin e dytë të vajzës tjetër. Kemi mbërritur në fund të kësaj puntate, së bashku do të qemi javës tjetër me një tjetër biznes dhe me dy vajzat të tjera influencer. Deri atëherë, mirupafshim!